Përshëndetje. Operacioni i SPAK, bazuar në përgjimet e SKCC sjell nga partnerët belg, ka ekspozuar sërish një realitet dramatik, shndrimin e shtetit në narkoshtet. Nga institucion që merret me mbrojtjen e qytetarëve dhe lufton krimin, policia në shumë raste, tashmë të dokumentuara, është ndruar në dorë të zezë të krimit në punët e shtetit. Dosja e fundit e SPAK përfshin një rast tronditës. Rezart Kaçi bashkëpunonte me grupin kriminal të Inez Hajrullës në kohën kur ai shërbente si shef krimesh në Vlorë. Ai jo vetëm e furnizonte bandën me informacion për rivalët, por edhe dekonspironte operacionet e policisë dhe të partnerëve ndërkombëtar. Në këtë dosje dokumentohet porosia për një sasi prej 400 kg kokainë nga Amerika Latine drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Një pjesë është trafikuar nga Spanja drejt Gjermanisë në dhjetor të vitit 2020 dhe është sekuestruar nga autoritetet gjermane. Dosje si Metamorfoza, Flak në det, Çopjat dhe Çelajt e shumë të tjera kanë një element të përbashkët, zyrtar të shtetit si pjesë integrale e strukturave të krimit organizuar. Ata policë që në kohën e Sajmir Tahirit merrnin përqindje nga parcelat e kanabisit, në kohën e Sander Leshajt dhe Tauland Ballës evoluan drejt një kriminaliteti më të sofistikuar, duke porositur kontenjer me kokainë nga Amerika Latine për tregun evropian. Oltion Bistri, kryepolici me 5 milion euro pasuri, është pasqyrimi i këtij progresi në kriminalitet dhe regres të shtetit. Tonelatat e drogës të qarkulluara nga narkotrafikantët shqiptar me ndihmën e strukturave të kriminalizuara të narkoshtetit të Edi Ramës janë një realitet dramatik. Miliardat e këtij trafiku pastrohen në sektorin e ndërtimit në Shqipëri me lejet e dhëna nga vetë Edi Rama. Rreth 14 milion metra katror leje ndërtimi, një volum i pa precedent që krijon terrenin ideal për pastrimin e narkoherove, janë një fakt. Është e papranueshme dhe e padrejtë që pasuritë e krijuara nga krimi të mbeten thjesht në administrimin burokratik të shtetit. Ato duhet t'u kthehen qytetarëve. Në këtë kuadër, kam paraqitur një projekt ligji i cili parashikon që pasuritë e konfiskuara nga krimi organizuar, apartamente, prona dhe asete financiare të përdoren drejt për drejt për familjet e efektive të rënë në detyrë, për familjet e qytetarëve që kanë humbur jetën si pasojë e përplasjeve të bandave kriminale, si edhe për çiftet e reja që sot e kanë gjithnjë më të pamundur të sigurojnë strehim në Shqipëri. Pasuritë e krimit duhet të përdoren për të mbështetur familjet që kanë sakrifikuar për vendin dhe për të krijuar mundësi reale që të rinë të ndërtojnë jetën e tyre në Shqipëri. Ne duhet të shrënjosim këtë sistem i cili nuk mund të funksionojë pa diskutim, pa mbështetjen e kreut të qeverisë Edi Rama. Ne duhet të ngrihemi kundër kartelit politik dhe kriminal që ka kapur policinë e shtetit dhe qeverinë për të mbrojtur njerëzit, demokracinë, shtetin dhe të ardhmen europiane të Shqipërisë. Me datën 12 mars ne protestojmë pikërisht për këto vlera dhe kundër këtyre krimeve. Faleminderit.